Dinamo u dha një goditje të rëndë synimeve të vllaznisë për titullin kampion, me fitoren 2-0 në ndeshjen e parë të Final Four në Air Albania, me 2 gola të shënuar në pjesën e dytë. Lut që vinin nga suksesi në Kupën e Shqipërisë të mërkurën, patu shumë ndryshime në formacion për shkak të dëmtimeve. Megjithatë, nuk i lejuan pothuajse asgjë vllaznisë, secilës i duhej fitoria për të mos lejuar kalimin nga Elbasani apo arritjen nga Egnatia. Shkodrantë nisën në sulm dhe rrezikuan që në minutën e dytë, duke krijuar përshtypjen se do të vijonte një ndeshje plot emocione, por nuk ndodhi kështu. Vllaznia zhvilloi lojë përgjithsisht nga dalë në pjesën e parë dhe mbulmoi deri në forcimi krosimet e larta në zonë, pa rrezikuar asnjëherë. Dinamo, që shanset për titull i kishte të pakta, preferoi daljet me kundërsulme, por gjithashtu pa raste. Pjesa e dytë ishte një vazhdim së parës, si për sa përket përpjekjes vllaznisë, ashtu edhe mungesës së rasteve. Dinamo humbet edhe ditën, megjithatë përpiqet të kompensojë gjithçka duke luftuar me shpirt, edhe pse në këmbë peshonte edhe lodhja së mërkurës. Në minutën e 69 vjen episodi që ndoshta vendos lojën, kur Bajrami bën një ndërhyrje të marrë ndaj Berishës dhe merr kartonin e dytë të verdh. Pas atij në minutën e 43. E mbetur me 10 lojtar, vllaznia nuk imponohet më, lejon shumë hapësira. Shfrytzuar nga Dinamo në minutën 77, kur Malomo shënon golin e parë. Përpjekjet e vllaznisë janë nervoze dhe dy herësh Dodaj në minutat 86 dhe 87 figuron në pozicion të mirë, por dobët dhe drejtën në duart e portierit. Në portën tjetër Berisha ka mundësi për shënuar në të 94-ën, por Polc mban Shkodran në lojë. Portieri kuqeblu praktikisht portën mbështetet sulmin në minutën 96 në kërkim të barazimit, por në të kundërt sjelljet e golin e dytë të Dinamos në kundërsulm me James. Një fitore që bën luftën për titull edhe më interesante, pasi nëse Egnatia fiton të dielën me Elbasanin, këto të dyja barazojnë me vllaznin nga 31 pikë, me Dinamon 27, relativisht larg me vetëm 2 ndeshje të mbetura.